Abisnet superiore po i afrohet dal nga dal fundit të sezonit të rregullt e më pas Final Four. Me përfshirjen e sistemit VAR në vitet e fundit, gabimet në arbitrim janë minimizuar ndjeshëm. I këtij mendimi është edhe ish arbitri shkodran Mill Shkëmbi. Ai thekson se rënditja aktuale në kampionat është treguesi i asaj çfarë kanë shprehur skuadrat në fushën e lojës dhe jo i arbitrimit. Përjashtë Rrugozhinën, që është një ekip më i organizuar dhe me 2-3 pikat më të forta të kampionatit, por ka 2-3 lojtarë më të mirë të kampionatit. 3 skuadra tjera për të mos thënë 4, sepse u fut edhe Elbasani në lojë, janë pothuajse aty. Ne pam një Tiranë në fund tabelës me i Partizan që i pretendon dhe dominojnë tana drejtimet. Pra shpirti i garës është shumë i rëndësishëm, motivimi. Derbi i Tirana-Partizani diftoj që motivimi është gjithçka në fushë. Arbitrimi është treguar përgjithsisht korrekt edhe në ndeshjet e vllaznisë, duke përjashtuar gabimet njerëzore. Futja e varit, mendoj që i ka minimizu gabimet, natyrisht nuk di që vllaznia të jetë në shku për arbitrave, natyrisht gabime ka pas, gabime njerëzore, po jo gabime që mund të pretendoj vllaznia se ka një kuta rezultati vllaznisë. Gara në kategorinë superiore nga javë në javë po bëhet gjithnjë më interesante, si për pozicionet e kreut ashtu edhe ato të fund tabelës.